Për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh në Lezhë, do të kemi një lidhje të drejtpërdrejtë me gazetarin ton atje Elvis Hila. Elvis, përshëndetje, si paraqitet situata në Lezhë, cilat janë problematikat aktualisht? Ju përshëndes nga Lezhë, në fakt situata krijuar nga moti i keq, kryesisht në bashkinë e Lezhës, vjen të jetë problematike për shkak të çarjes së argjinaturës e lagunës Vajinit. Janë përmbytur me 10 hektar tokë bujqësore, po janë rrethuar nga ujë një pjesë e konsiderueshme banesash, kryesisht në zonën e Myltës, Barbullojës, ndërsa kemi tokë të përmbytura në Tresh dhe Sfice. Niveli i ujit ka ardhur në rritje gjatë orëve të fundit për shkak të prurjeve që po vijnë nga pjesa e lagunës, duke vëshuar drejt zonës të banuar, ndërsa lëvizja në disa zona tashmë bëhet vetëm me varkat e ushtrisë apo edhe mjetet e rënda, pasi niveli i ujit ka arritur deri në 1 metër, duke krijuar mjaft vështirësi për një pjesë të banorëve, kryesisht në Barbulloj edhe në Mylt. Ne kemi vëzhguar edhe nga afër situatën, ndërkohë që në terren janë angazhuar një numër i madh forcash të emergjencave civile, por edhe të ushtrisë, të cilët po ju vinë në ndihmë banorëve të izoluar. Çfarë është më kryesore dhe çfarë është nevoja më e madhe është për bazë materiale për baktit, pra bazë ushqimore, pasi shumë prej tyre, pra tokat bujqësore janë të mbytur, është dëmtuar edhe baza ushqimore për baktit dhe banorët po hasin vështirësi të shumta dhe ju kërkojnë autoriteteve që të vinë në ndihmë në këtë drejtim. Në të njëjtën kohë po vjen ka një numër të banesave sa janë përmbytur dhe sa janë rrethuar nga uji? Numri i banesave të përmbytura fatmirësisht kanë prezencë uji brenda nuk është shumë i madh, rreth 4-5 banesa në Barbulloj edhe në zonën e Myltës, por të rrethuara nga uji janë rreth 100 banesa në këto zona, pra banorët nuk kanë as nevojë komunikimi, është dashur edhe evakuimi i disa familjeve për t'i larguar nga aty, pasi niveli i ujit ka arritur pra në disa centimetra dhe është pamundur për të lëvizur. Në të njëjtën kohë po vjen edhe operacioni për mbushjen e argjinaturës qarë, pra të lagunës Vajinit. Ditën e sotme ka një shtrim të punëtorëve dhe mjeteve të rënda, pikërisht në zonë, mund të themi se është shtyr mbi 50% e punës në terren dhe synohet deri në orët e mbrëmjes që të riparohet të gjithë kjo argjinaturë, që ka mund të jap pra firmarit dhe mund të ndihmojë në evadimin e ujrave, pasi sipërfaqja e përmbytur, siç e kemi ndjekur edhe nëpërmjet pamjeve të siguruara me dron, është konsiderueshme pra dhe është rritur ndjeshëm gjatë ditës së sotme, dhe kjo ka ardhur vetëm për shkak të çarjes së argjinaturës, pasi rreshtet e shiut nuk kanë qenë me intensitet të lartë gjatë 24 orëve të fundit në territorin e qarkut të Lezhës, dhe kjo problematik po ndodh vetëm nga vëshimi i ujit të lagunës në kanalin që lidh Sfidnin me hidrovorin e Talës e me tej pra në tokat bujqësore dhe pronën e qytetarëve. Gjithsesi, situata mbahet në monitorim të vazhdueshëm, ka shtim edhe të forcave të ushtrisë dhe të emergjencave, edhe me mjete lundruese, por edhe me kamion, pra mjete të rënda për të ardhur në ndihmë banorëve, dhe shpresohet që gjatë ditës së sotme të dërgohet edhe bazë ushqimore për bagetit, të cilat kanë ngelur të rrethuara nga uji. Sa i përket lëvizjes në atë zonë, po kryhet vetëm me varka, si është sa i përket qarkullimit? Në fakt është pamundur që të lëvizësh me automjete, vetëm automjete të rënda, por edhe me varka të vogla në disa vende, për shkak se niveli i ujit diku ka arritur deri në 1 metër dhe është tepër e vështirë që banorët të lëvizin pa ndihmën e autoriteteve. Janë vendosur në disa pika, pra varkat ku ka me probleme, kryesisht në Barbulloj dhe në Mylte, dhe po jo vjet ndihmë qytetarëve për të lëvizur për nevojat e tyre që kanë, pra pasi normalisht situata është mjaft problematike, pak në gjatë 24 orëve të fundit, për shkak se banesat janë të rrethuara nga uji. Fatmirësisht që përmenda edhe pak më sipër, uji nuk ka depërtuar brenda shumë shtëpive, por nëse vazhdon kjo situatë, nëse nuk mund të bëhet i mundur pra izolimi i argjinaturës së dëmtuar gjatë ditës së sotme, mund të kemi një situatë edhe më të rënduar në orët në vijim, por duke i referuar punës së terrenit dhe operacionit që ka nisur prej 2 ditësh, ka premisa që kjo argjinaturë të mbyllet pra brenda mbrëmjes së sotme, pasi si e thash është kryer një punë voluminoze në terren, ka një shtim të numrit të automjeteve të rënda që po veprojnë në zonë. Besoj banorëve është
edhe konsideruar një dëm, besoj, edhe sa i përket në bujqësi, blegtori, kanë patur dëme? Normalisht në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë ka dëme të konsiderueshme, kemi dëmtim të gjëse gjallë, por edhe të produkteve të tjera ose të mbjellave të banorëve të kësaj zone, pasi që dihet ata kanë të varur jetesën e tyre në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë, dhe dëmet më të shumta janë pikërisht në këtë drejtim ndaj, dhe ata shpresojnë dhe shpresa e tyre është që argjinatura të mbyllet sa më parë për të dhënë frymëmarrje pra dhe për të patur një evadim të ujrave, pasi hidrovori i palës po punon me kapacitet të plotë, për shkak të çarjes së argjinaturës është i pamundur për ta evaduar ujin, duke qenë se ka pra prurje të shumta që vijnë nga pjesa e lagunës, pasi argjinatura është qarë në një gjatësi prej 40 metra, duke bërë që ujtë të depërtoj në kanalin Spiten hidrovor e metej, duke fryrë edhe kanalet e dyta dhe të treta pikërisht në këtë zonë, dhe në pjesa me ulët ku banesat pra ose zonat janë në nivelin e detit, kanë edhe problematikat më të mëdha ku niveli ujit ka rritur pra edhe deri në 1 metër në disa zonat, pak nga jo çfarë kemi parë dhe kemi ndjekur gjatë ditës së sotme në terren, dhe banorët, si përmenda pak më sipër, më kryesor kanë për t'u ardhur në ndihmë me bazë viktimore për gjën e gjallë, pasi shumë familje kanë të lidhur jetesën pikërisht nga sektori i bujqësisë dhe blegtorisë, dhe në këtë drejtim po hasin vështirësi të shumta si shkak të kësaj përmbytje. Elvis, të përshëndes për këtë informacion që ndaven me ne, uroj që të ketë shumë shpejt një përmirësim të kësaj situate. Faleminderit. Ishim në një lidhje të drejt për drejt me gazetarin tonë në Lezhë, Elvis Hila.